Kryedemokrati Sali Berisha ka mbajtur fjalimin përmbyllës në protestën e thirrur këtë të shtunë para kryeministrisë. Në fjalën e tij, kreu i PD-s tha se opozita është në kilometrin e fundit dhe se asgjë nuk e ndal nga fitoria. Sot ne jemi në kilometrin e fundit. Me ndihmën e Zotit, asgjë s'do të ndal drejt fitores tonë. Sot ne jemi para triumfit të madh. Shumë kujt, triumfi mund t'i duket ende larg, kur shef udhkryqin në cilin ndodhet Shqipëria. Por miqtë e mi, opozita që kemi bërë së bashku vitet e fundit ka qenë padyshim maraton jo e lehtë. Thuaj një kalvar maraton e mbushur me dhunën e narkoshtetit, presione dhe izolime orwelliane, për dhe një qëndres stoike, sakrifica të dhimbshme nga ne. Ishin vitet një përballje tegër me regjimin e narkodiktatorit Maduro. Ai tha se diktaturat nuk ikin me vot, por me revolta. Pas kësaj maratonet e gjatë, opozita ka arritur tani pikrisht në kilometrin e fundit. Përpara triumfit të saj, dhe këtu nuk do të kishim arritur kur pa bërë punën që kemi bërë, pa arritjet që përmenda, pa patur si parti të vërtet opozitare Partinë Demokratike, pa mbështetje ndërkombëtare që kemi sot, pa dokumentat që disponojmë, që faktojnë farsë elektorale. Misioni ynë, shpëtimi i Shqipërisë do mbetej thjesht një aspirat pa mundësi reale për të konkretizuar. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se Edi Rama nuk iken me farsë zgjedhore. Sot, shumica e shqiptarëve kanë të qartë se diktatura nuk iken me vot, por ato ikin shemben me revolt dhe vetëm me revolt popullore. Ja ku jemi ne sot. U bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen për të mundësuar qeveri teknike dhe zgjedhje të lira e të ndershme. Të dashur qytetarë dhe qytetar, sonte është thirrja e madhe. Çdo rajon të bashkohemi, për të përmbysur këtë qeveri, për të krijuar një qeveri teknike, për zgjedhje të reja të ndershme, për një vizion të ri për Shqipërinë dhe shqiptarët, për dinjitetin e tyre, për interesin kombëtar, për familjen shqiptare, për ëndrrën e trive shqiptar në Shqipëri, për ligjin dhe kushtetutën dhe barazin para tyre, për luftën me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, për Shqipërinë që ecën e sigurt drejt integrimit në Europë. Pas përmbylljes së fjalimit të kryedemokratit, qytetarët hodhën lëndë piroteknike drejt kryeministrisë dhe efektive të policisë. Pas rreth 1 orë e 30 minuta, tubimi para kryeministrisë përfundoi, ndërsa protesta u zhvendos drejt kuvendit.